ke ndonjë marrëdhënie më të ngushtë me ndonjë këngëtar ose këngëtare? Kam shumë miq të mirë. Kam shumë miq të mirë, nuk po di as ku më përmendemi më përpara, po e kisha veçu Tunën, e kisha veçu shumë, edhe Tuna, ka plot, po Tunën e kam shumë për zemër, Bardhi, Tunën e veçaj sepse kam shumë respekt për ta edhe dua shumë. Po që ki Tuna. Ke edhe marrëdhënie me të tjerë artista si që janë Leonora, Elvana? Me Leonorën kemi pas do të thotë shumë kontaktet mira kemi dhe sot respekt për ta dhe për këngën e saj të cilën e ka një mega hit jashtëzakonshëm që na ka jap shumë forcë në atë kohë. Çka mendon për to si opinioniste? Unë e kam pas rastin me po edhe kur kënoj për këtu ku ishte Musafir në Big Brother, e përgëzoj një këngëtare jashtëzakonshme. Ma mirë është këngëtare sa opinioniste, ama është veç mendimi jem, tash nuk e di, mu më duket që ashtu tash. Elvanën si e sheh sot? Elvanën nuk e shoh hiç, se nuk e di ashtu ka ku është, nuk e shoh, nuk e di. Besoj që ka bërë shumë sene të mira, por nuk është që kam ndaj lidhje të ngushtë me ta ose kështu. Tregojmë cili këngëtar të pëlqen ty edhe e dëgjon sot me shumë dëshirë? Varet në cilën fush. E ndëgjoj Sina Vllazaliun, e dua shumë. I ngoj TNT, do të thotë i ngoj grupet rocket cilat kanë qenë, që ata ngoj mas shumë të do të thotë se mbledh diqysh, janë këngëtar, janë artistat mëdhoj që kanë bë këngë të mira, Sabri Fezulaj është. Ndonjë artist që sot nuk jeton më dhe do doje ta ringjallje? Amy Winehouse, ngoj shumë, ata kisha dashur me ringjall, sepse me vërtet ka një fenomen shumë i madh. Për ndryshe këtu në Xhmije Pagarushën kisha pas qef me ringjall edhe një herë, s'po di. Gjoni, unë të falimderoj shumë, edhe këtë qelësin do të mbaj, por shpresoj që do na rikthesh me ndonjë gjë shumë të veçantë ashtu si çden te. Unë gjithmonë i pës mysafirët e me, pyetjen e zakonshme të fundit. Po t'ishe përballë meje sot, çka do ta pyesje Gjonin? Diçka që gjithmonë ki dashur me të pyet dikush, po asnjëherë s'ka ardhur si pyetje. Besom që as shumë pyetje janë bë që s'po di as vet. A ka ndonjë pjesë tjetës që asnjëherë se kish palos? Ka, po besoj që do t'i vjen momenti ku do të shpalosën edhe shumë gjana. A do t'i shpalos ky qel?